Erdhëm. Tjerë, për çfarë do flasim? Po, sa do flasim për vitaminat. Dhe mineralet. Po, kemi të ftuar në studio Eleni Pançi, mirëmëngjes. Mjek e përgjithshme. Mirë se erdhe Eleni, kënaqësi që të kemi në studio. Të kemi marrë specifikisht për këtë temë, për çfarë dhe hallet tona. Gjitha, sepse të gjithë ne vjen një moment i jetës që kemi ca sinjale në trup, të rinja apo të moshuar qofshim, nuk ka përjashtim, dhe nuk bëjmë dot pastaj shpjegimin e këtyre sinjaleve që kemi në trup. Na ndodhin dobësimi normale. Po. Vjen një pikë që kur i neglizhon, fillon dhe të kthehej normalitet, e vërtetë është. Por, ndodh shumë shpesh gjatë momenteve të jetës të kemi rrëzim të flokëve, të kemi dobësim të thonjve, të kemi këtë lodhjen dhe këputjen që ne themi se kam nga stresi se u lodha sot, sa normale janë këto dhe sa duhet kemi vëmendje ne të këto lloj simptomash për të çuar një lloj targetizimi të mungesa e vitaminave dhe mineraleve në trup. Këto shenja që unë përmenda, janë domosdoshmërisht sinjali i mungesës vitaminave dhe mineraleve? Nuk janë domosdoshmërisht, por të ndërhyra dhe të thash që i konsiderojmë normale, sepse në rastet më të shumta që unë kam parë me pacientët, ka qenë se i kam pasur këto simptoma, të cilat kanë filluar shumë normalisht, sepse ne mund të kemi lodhje një ditore ose 2 ditore, por nuk do thotë që kjo është diçka signifikante. Nëse kjo lodhje ti zgjohesh në mëngjes, ke bërë 8-9 orë gjumë dhe zgjohesh e lodhur, kjo lodhje shtohet gjatë ditës, je pa energji, rënja e flokut bëhet masive dhe e kalon edhe kohën kur është sezoni për rënjen e flokut, ke këto marrjet e mëndve, ushqesh dhe prap ke këtë krashin që të energjisë, këto nuk janë simptoma normale dhe shumica e personave i ndjej këto simptoma për shumë kohë dhe i neglizhojnë. Dhe këto pastaj çojnë në raste më të rënda dhe në simptoma më të rënda. Dhe shpeshherë mund të jenë shenja të mungesave të vitaminave, të mineraleve, konkretisht hekuri që është i pari, sidomos dhe tek vajzat që ne kemi një humbje të hekurit çdo muaj, tek 30-45 mg çdo muaj që prej ciklit, deficienca e hekurit, deficienca e vitaminës D, edhe insuficiencë dhe mungesë, sepse mund të kemi insuficiencë të vitaminës D dhe mund të kesh dhe mungesë të vitaminës D. Kemi omega 3-shin, kemi magnezin, kemi zinkun, vitaminën C, por më esenciale që unë i kam parë rastet kanë qenë mungesat e hekurit dhe mungesa e vitaminës D. Çfarë duhet të marrim me radhë? Po. Si është e mundur që disa pacientë, le të themi, tregojnë se kur marrin vitaminën, qoftë vitamin D, qoftë ndonjë vitamin tjetër, tregojnë se edhe pse marrin me bollëk, pra konsumojnë, trupi, si më thënë, në një farë mënyrë nuk ka përthith dot, pra kur bëjnë analizat, del që prap kanë mungesë. Më pëlqen që dole këtu, sepse diçka që doja ta prekja, sepse ne mund të marrim vitamina me bollëk, mund të marrim 7-8 lloje vitaminash në ditë, nëse ti nuk e merr në mënyrën e duhur, ose bën çiftet e gabuara të vitaminave, kjo ul përthithjen ose bën që trupet mos jetë i aftë fare që ti përthithë këto vitamina. Për shembull, kur ne konsumojmë hekur, pra hekurin që zakonisht e marrim në mëngjes, ose me stomak, esëll, ose pas mëngjesit, nëse ke një stomak që irritohet lehtë, nuk duhet të konsumojmë për shembull kafen me stomak bosh, nuk duhet të konsumojmë qumshin ose derivatet të qumshit, pra bulmete, për një kohë rreth 2 orë kur ti ke marrë hekurin, sepse kalciumi e bllokon përthithjen e hekurit në zor. Shumica këtë nuk e din, konsumojnë qumësht me stomak, kafe, qumësh me stomak esëll, që e bllokon automatikisht këtë absorbim të hekurit. Hekuri, a ka nevojë dhe për një suplement, bashkë, shtesë, duke qenë se kam dëgjuar që do të mëton pak stomakun, të bie pak rënd në stomak. Nëse ti e ke stomakun shumë lehtë të irritueshëm, e mirë do ishte që të zgjidhej një farë me hekurish që është e butë dhe e lehtë përthithshme për organizmin. Pra për stomakun ka forma të ndryshme farmaceutike, të cilat janë kapsulet goxha të buta për stomakun. Por gjithsesi ne e shoqërojmë zakonisht dhe me vitamin C, ose inkurajojmë që mëngjesin ose drekën, se varet kur do ta kalojmë hekurin, nëse e ke stomakun shumë lehtë të irritueshëm, të marrësh ose edhe një vitamin C, sepse rrit shumë përthithjen e hekurit në zorë. Rënja e flokëve, çfarë vitamine në mungon në trup që shkak këto? Hekur, vitamin D. Prandaj do me thënë këto të dyja janë esenciale. Janë kryesorët për rënien e flokëve që njëherë pas here themi është për periudha. Ose dhe biotinën. Mund të kesh dhe biotinën e ulit që është vitamina B7 që shpesh është përgjegjëse për shëndetin e flokut, të thonjve dhe për energjinë gjatë ditës. Pastaj nëse nuk e ke nga vitamina B7, pra biotina, e ke nga hekuri ose Ndalojmë pak të thonjë, do kisha vetëm një pyetje për thonjë. Si ta kuptojmë ne që kemi mungesë vitaminave dhe për këtë arsye ne janë
përmirësuar, thonjtë, dhe jo për shkak se ne i konsumojmë i hamë, pra. Si ta bëjmë dallimin që janë vitaminat dhe jo... Po ti e di nëse i ha. Po mirë, di, po që do pësojnë kur i ha, thonjtë? Për shembull, mungesa e hekurit shkakton një thyrje, domethënë një brishtëzim shumë të dukshëm të sojave dhe fillon floku vizohet, po fillon bëhet si me vija, sikur thyhet soj, jo vetëm aty ku ti e konsumon thoj, por edhe në zona të tjera. Pra, por nuk e di për kë e bëri këtë pyetje, se vetëm i ha, me thënë drejtën. Unë nuk ja, po një plot shokën o Kris që konsumojnë. Unë i ruaj për ditë vështira. Bravo. Dhe diçka tjetër që doja të thoja ishte për vitaminën D, që është shumë e rëndësishme se kaluam te pyetja pse nuk përcitet. Për shembull, vitamina D duhet merret me një vak që është shumë i pasur me yndyrna të mira. Sepse vitamina D është një vitaminë që është e tretshme në yndyrna. Dhe domosdoshmërisht kur ti e merr në mes të një vakti që është i pasur për shembull me vezë, me avokado, me pak vaj ulliri, me salmon, nuk do haj njëri në mëngjes salmon, po sardele për shembull, ai e rrit shumë përshtatshmërinë e vitaminës D. Prandaj secila ka ato mënyrën e vet të konsumimit ose çiftet që ne bëjmë të vitaminave që mund të ndalojnë absorbimet e njëra tjetrës ose të rrisin absorbimet e njëra tjetrës. Okej, pa kaluar të çiftet, do doja që ti merrni vitaminat me radhë dhe të mungesën e tyre se si shfaqet, në çfarë simptoma shfaqet në organizëm. Për shembull, mungesa e vitaminës D, çfarë jep dhe njëherë listojmë simptomat. Vitamina D, lodhje, humbje energjie, mund të çojë deri në ankth, deri në depresion, pra simptomat që ti ke ankth gjatë ditës, këtë rritjen e rajeve të zemrës, marrjen e mendjeve mund të vijë nga mungesat e vitaminës D. Ke dhimbje të kockave, dhimbje të muskujve, këto janë zakonisht simptomat kryesore, por tek humbja e energjisë e targeton direkt që e ke nga kryesore nga vitamina D normalisht. Duhet patjetër që të marrim suplement të vitaminës D apo mundet që edhe me anë të ushqimeve ne të plotësojmë këto nevoja që kemi? E mira do të ishte që gjatë vitit të paktën 2 deri në 3 muaj ne të merrnim një suplement të vitaminës D në një dozë minimale, gjithmonë duke u konsultuar me mjekun përkatës. Pra duhet gjithmonë, nuk është se duhet të shkojmë patjetër me këtë të qenurit sa më të shëndetshëm edhe. Po pse do i marrim me suplemente kur ne mund t'i marrim nga frutat, nga perimet, nga... Ne duhet që gjithmonë ta pasurojmë sa më shumë dietën tonë ushqimore dhe ushqimet, por jo gjithmonë është e mjaftueshme. Pra duhen edhe suplementet, sepse nuk e ngopin mjaftueshëm. Në raste po, edhe thjesht që ne t'japim zorës një boost, një shtys, që të arrit të rrisim po që ta përkalim tek C-ja, që ti marrim me radhë. Simptomat e C-s. Ulje të imunitetit. Gjithmonë, sepse është antioksidant shumë i fortë për trupin tonë, që ndihmon qelizat të ruhen nga stresi oksidativ dhe nga dëmtimet pra traumat qelizore. Që zakonisht tek pjesa kur shikon që të zë gripi goxha, gripi sezonal, zakonisht tek rënja e imunitetit. Dhe të konsumosh sa më shumë specka të kuqe. Se mendojmë që ka portokalli dhe mandarinat shumë vitaminë C, por më të shumë speckat e kuqe. Duhet jenë djegës? Jo djegës, sa do të thoj. Specat të kuq, të gatuar apo si? Po bëjmë pyetje kështu. E gjallë në për sallat, pra për shembull. Speci ka një të mirë që mund të ha dhe gjallë. Po, është lajni mirë. Vitamina B12? Jo, vetëm pak të C-ja, që është suplement. Pluhur apo me suplemente kokër? Se kam përshtypjen që edhe ky pluhuri përdoret shumë dhe për ushqime, e rekomandon? Pluhuri më shumë tek fëmijët e vegjël ose tek adoleshentët për shkak se është pak më triki për të konsumuar, plus edhe përciset pak më lehtë në gjak. Përciset pak më lehtë. Kurse kapsulat zakonisht ne japim për shembull kur bëjmë kombinimin me hekur. Okej. Aha, Kris. Te vitamina B12 që konkretisht është edhe për këto dhimbjet. A lidhet dhe me anemin vitamina B12? Po. Se kam dëgjuar njerëz, kam pasur mikeshën time që e ka pasur realisht shumë të ulët B12. Është një rënje e imunitetit ka qenë dhe duhet kuruar më vete. Duhet konsumojmë jo specën të rreth, po duhet trajtuar me vete. B12 ka thonë dhe këtë që të thash këto thonjë të ebrisht, ndodhin dhe tek vitamina B12, po rënje të imunitetit, dhimbje muskulore, po thuaj se do thotë duket sikur kanë të njëjtat simptoma secila, domethënë, por në vetvete dallojnë. Kanë disa specifike që duhet të bëjmë për regjimin që duhet mbajtur për personat që e vuajnë mungesën e B12-s përveç suplementit. Të konsumojnë sa më shumë ushqime të detit. Janë shumë të pasura me vitaminë B12 ose bulmete. Bulmete, djathë, mishin jo shumë. Më shumë janë të pasura frutat e detit, ushqimet e detit. Nuk ka shumë. Mishi pastaj, nëse do dalim të mishi, mëlqit. Mëlqit e viçit ose të pulës janë të brëndshmet, janë të pasura sidomos me hekur. Janë më të pasur, domethënë nuk ne konsumojmë spinaq se ka shumë hekur,
mëlçi, viçi ose pole të paktën një herë në javë. Interesant. Kanë sasinë më të madhe të hekurit, meqense. Kemi tjetër, vitamina E? Vitamina E është prap antioksidant, siç të thash, është përgjegjëse për pjesën e shëndetit të flokëve, të lëkurës, prandaj edhe shumë, siç keni vënë kremra ose skrenkere të ndryshme kanë dhe vitaminë E në përbërje, sepse ndihmon shumë për rigjenerimin e qelizave të trupit. Është zakonisht tek pjesa e lodhjes, tek pjesa e dobësimit të flokut, dobësimit të thonjve, dobësimit të lëkurës, aty e fillon në vëri që mund të kesh nevojë edhe për vitaminë E. Zakonisht personat që vojnë nga sëmundje kronike, për shembull të zorës, ose të tjera, kanë edhe deficienca mungesa të vitaminës E. Që edhe këtu me suplementa duan. E mirë do ishte me suplemente, se vitamina E është pak e vështirë për të përsisur nga ushimet, sepse nuk e marrim dot atë formën e përsisshme direkt për trupin tonë nga ushimet. Okej, po B6? B6 pastaj është më tepër pjesën e energjisë. Ndikon pra në gjendjen tonë emocionale? Tani, B kompleksi, që e quajmë ne, që ka, domethënë, gjitha vitaminat B, është baza dhe ushqyesi kryesor i sistemit tonë nervor. Pra, të tërë vitaminat B, mungesat e tyre ndikojnë si fillim tek sistemi nervor. Dhe marrja një B kompleksi ose ushqimeve të pasura me B kompleks do të na ndikojë direkt tek ndryshimi i gjendjes së humorit, tek energjia gjatë ditës, tek sistemi nervor. Pastaj fillojnë veç këtë pjesën siç të thash për shembull biotina që është për flokun, B6 që është për energjinë, B12 siç edhe ti për aneminë. Vetëm që kanë specifikat e veta. Është vërtet që shumë vitamina kemi dëgjuar që shumë vitamina duhet shoqërohen me suplementat të tjera që të kenë efikasitetin më të lartë. Për shembull, siç është vitamina D, duhet shoqërohet me magnez. Është vërtet kjo? Është vërtet për disa forma, për shembull vitamina D kur shoqërohet me kalium. Pra, për ta kesh vënë re, vitamin D3 plus K, zakonisht në formë vajore është forma më e përgjithshme e vitaminës D. Hekurin siç është sugjeruar me vitamin C. Pastaj ka disa, për shembull, hekurin me vitamin B12 nuk e shoqërojmë dot. Hekurin me vitamin C? Me vitamin C po, kurse me vitamin B12 jo, sepse konkurrojnë për përthisje dhe bllokojnë përthishmërinë e njëra tjetrës. Eleni na pyesi nga publiku një zonjë që thotë unë konsumoj omega 3-shin dhe gjatë konsumit të drekës në mes të ushqyerjes. A e bëj mirë këtë gjë apo duhet ta ndryshojmë mënyrën se si e marr këtë? Atëherë, ne zakonisht e japim dhe në drekë dhe në darkë omega 3-shin. Nëse ajo nuk konsumon asnjë suplement tjetër në darkë, mund ta kaloj në darkë 20 minuta pas ushqimit. Është okej ta marrin në këtë lloj mënyre. Mund ta kaloj në drekë, është totalisht okej. Është okej tani se po e konsumon, është ka problem. Rëndësi ka që e konsumon, sepse unë jap shumë rëndësi fillimit omega 3 që pas moshës 25 vjeç, 3 deri në 6 muaj në vit ne duhet të fillojmë konsumimin e omega 3-shit. Është acidi yndyror strukturor i trurit. Që është një nga më esencialet. Kështu ne. Kuptojmë që kemi shumë mungesa. Pas 25-s 3 deri në 6 muaj. 3 deri në 6 muaj. Okej. Se do harrojmë pra. Usa ka bërë 25. 2 muaj ka që i ka bërë, për në më intereson. Tek B6, duke qenë se fokusin e ka tek energjia. Çfarë duhet bëjmë tjetër ne që ta plotësojmë këtë mungesë vitamine përveç suplementeve tek ushqimit, tek aktivitetet, ka gjëra që suplementeve, pra kjo vlen jo vetëm për B6-ën, por për gjithë llojet e vitaminave. Se ne pim kafe për ta mbajtur zgjuar energjitë e gjërat. Po prapë to janë pak gabime që ne bëjmë. Bllokon, siç të thash, absorbimin e disa lloje vitaminash ose mineralesh. Normalisht mund ta konsumojmë kafen, e mirë do ishte pas një mëngjesi që është i bollshëm dhe i shëndetshëm dhe brenda orës deri në orën 12:01 të kesh konsumuar kafen tënde të parë dhe të fundit do ishte mirë, por nëse konsumon më tepër se një të paktën të fundit. Pra, përveç se mos harrojmë vitamin fal. Thjesht mbaroje, por thjesht mos lëm mazdore vitaminën K. Po, nuk ndodh. Përveç pjesës ushqimeve ose mineraleve, domethënë shtimit të suplementeve, ndryshimit të dietës ushqimore, ka shumë rëndësi edhe aktiviteti fizik. Ka shumë rëndësi stili i jetesës që ne bëjmë, pra jeta sedentare, duke filluar që nga stresi. Pra stresi kronik që ne vendosim veten gjatë ditës, duhet mundohemi angthi, gjumi që ne bëjmë duhet jetë mjaftueshëm dhe duhet të flem pak më herët. Për shembull, ecje pas shumë e vështirë. Gjumë të qetë. Shumë e rëndësishme. Pra, ti mendojnë që vetëm duke marrë suplementet dhe dietën ushqimore je okay, ti ke bërë le të themi 5 hapa përpara, por duhet të ndryshosh marrë në çfarë deri në fund. Sa i përket edhe lëkurës, ndikon? Ndikon.
E ke dëgjuar Konkretisht? Eat Your Skincare. Po. Kështu që ndikon shumë. Eat Your Retinol. Po. Më tepër nga ushqimet që ne marrim, sidomos për shembull këto ushqimet që janë të pasura me omega 3, Konkretisht tek akne, tek tharja e lëkurës, po shikoj që edhe vitamina E ndikon tek tharja e lëkurës. Goxha dhe omega 3-shi. Tharja e lëkurës dhe tharja e syve dhe vitamina E ndikojnë shumë. Pra këto janë bashkë, nuk është se vetëm një vitaminë që Eleni, mungesa e magnezit. Çfarë simptoma shfaq në organizëm? Memoria. Memoria, magnez dhe vitaminat B. Dhimbjet muskulare, krampe muskulare të shumta që ke gjatë ditës. Ato si ngërçe ose kur ti shkon atë lëvizjet e muskujve që bën në mënyrë të pavullnetshme. Këto vijnë shpesh nga mungesat e magnezit. Kapuar me ato ngërçet nervore, po, sigurt. Gjumë jo i mirë natën. Stres, angst të ndikon shumë magnezi, edhe nëse do që të bësh një gjumë më të qetë gjatë natës, do ishte mirë që të filloj një konsumim të magnezit të paktën 2 orë përpara gjumit. Tani ka disa lloje magnezi. Dhe ne nuk e bëjmë dot zgjedhjen e duhur se kush na vlen ne për simptomat që kemi. Okej, gjë farmacisti, po prap nëse ke një stomak shumë delikat dhe dëshiron një përcjellje shumë të lartë, magnez glicinati është forma më e butë dhe më e përgjithshme e magnezit. Po, ky është se e kisha për stomakun. Ka dhe goxha përgjithshme të lartë. Jo, s'është për stomakun, thjesht përcithet më lehtë. Për stomakun më. Është edhe për stomakun më të butë. Pra nëse ti ke për shembull që vuan nga gastrite, nga reflukse, është forma më e butë që nuk të irriton, sepse magnezi mund të irritojë goxha lehtë stomakun. Pastaj nëse ti nuk ke shumë problematika me pjesën e stomakut, mund të kalosh në magnez citrat. Të dyja janë dy format që merren më tepër. Glicinat, bisglicinat, citrat. Këto janë, ose pastaj nëse ti je kompletogem, mund të marrësh një. Tani ndryshimin e kanë vetëm tek fakti që nuk të dëmtojnë në stomak, apo kanë dhe efekte të tjera? Kjo, më tepër është tek Nuk është janë lloje të ndryshme që ndikojnë te gjëra të ndryshme. Jo, tek kjo më tepër, domethënë. Më tepër tek pjesa si ndikojnë në stomak dhe në zor, domethënë. Po përmes ushqimeve ka një listë ushqimesh që përmbajnë më shumë magnez dhe mund t'ia shtojmë dietës? Po, farakungulli. Një lugje dhe farakungulli çdo mëngjes është shumë i mirë, jo vetëm për faktin që ka shumë magnez, ka shumë zink, domethënë janë shumë e pasur në minerale të ndryshme. Kështu që do ta sugjeroj. Vitamina K. Paske shumë esenciale. Në fakt nuk para flasim shumë dhe për këto lloj vitamine. Di pse nuk flasim shumë për vitaminën K për faktin se më tepër është kur ka mungesa të vitaminës K është më tepër një problematikë që kalon në si të them pak në rrugë më të avancuara, pra me mjekun, sepse mund të shfaq problematika të ndryshme të për shembull të gjakut, prandaj më tepër. Nuk është se në pacientët e mi kanë pasur shumë, domethënë, nuk është shumë e përhapur, po, se nuk përgjigja fjalën, të vitamina K. Por me këto simptomatika, siç të thash, domethënë tek lodhja, tek energjia, tek humbja e energjisë, prandaj zakonisht edhe shoqërohet me vitaminën D, jo vetëm për të rritur përsëritshmërinë e saj, por edhe për të plotësuar këto mungesa. Tek ushqimet çfarë sugjerohet që mund të konsumojmë? Po këtë pjesën e qiqërave, domethënë këtë pjesën e fruta, perime, tek perimet është goxha e lartë. Domaten më duket? Shumë tek jeshillëqet. Domethënë dhe ne shoqëri jemi popull që kemi goxha dhe i konsumojmë këto, kështu që është goxha. Po lexoj ka tabela e vitaminave mbrapa, është një V9. Çfarë është? Foliat. V9 foliat. Një tabela pak më parë, tabela me V9 folate. Kjo është acidi folik. Folatet në fakt janë një formë alternative e vitaminës B9. Janë, domethënë si shoqëruese e tyre. Është goxha e rëndësishme dhe folat, mos për pjesën e sistemit nervor, për qëndrimit, energjisë gjatë ditës, domethënë memorjes, është shumë, domethënë është shumë e rëndësishme. A ka gjasa që ne të marrim, të shtojmë suplemente të tilla duke qenë se merren pa recetë dhe njerëzit i blejnë në supermarket shpeshherë? A ka gjasa që të marrim ndoshta edhe jo të durat apo t'i shtojmë vetes mbi dozim suplementesh? Ka gjasa, ka problem? Ka. Domethënë gjithmonë është shumë e rëndësishme që të konsultohesh me një mjek. Nëse është mjeku yt i familjes, zakonisht me mjekun e familjes ose një mjek tjetër në një klinikë, kudo. Nuk është e mirë që të merren me mendjen tuaj. Pra, unë kam mungesë hekuri se, domethënë, kam këtë simptomatik dhe do marrë këtë sot. Thjesht sinjalet e simptomave duhet na çojnë te mjeku për të na dhënë diagnozën. Gjithmonë ajo se jo të vetë diagnostikohesh, asnjëherë nuk vetë diagnostikojmë. Kështu që sepse ka hulumtime dhe hapa të ndryshme që ndiqen. Po besoj mira një analizë gjaku, par gjitha vitaminat që na mundojnë. Një matje vitaminash ose mineralesh janë shumë të domosdoshme. Si bëhet kjo matja e vitaminave? Matja e vitaminave bëhet me anë të një pajisje inovative që ka arritur me teknologji të avancuar, që me anë të dy elektrodave që mbahen në trup,
domethënë në këtë lloj mënyre është jo invazive, as e dhimbshme, shumë e shpejtë dhe arrin që në pika të ndryshme të trupit tonë, që zakonisht janë poshtë thonjve tek duar dhe tek këmbët, të maten me anë të rrymës elektrike që kalon në trup, këto nivelet, le të themi, të vitaminave. Pra nuk përcakton një numër të saktë si analiza e gjakut, por përcakton nivelin. Pra nëse e ke low, nëse e ke të lartë, nëse e ke mesatare, ka një tendencë për të rënë, ka një tendencë për të rritur, dhe është goxha efektive, ka një marjë saktësie 80 deri 90%. Fantastike, është një alternativë shumë e mirë. Është shumë e mirë, është shumë e mirë. Për persona që dhe nuk kanë mundësitë ekonomike që të bëjnë të tërë analizat e vitaminave. Kjo është goxha zgjidhje. Kuptuam sot Eleni që jo vetëm ne, po gjithë ata që na ndjekin, edhe stafi për te, kemi të gjithë probleme me mungesën e vitaminave, kështu që suplemente që sot. Jo, unë duhet, nuk është pyetja, nuk është pyetja. Dhe më thënë, unë du të nis një listë, Eleni, me simptomave që kam memori kështu, kam flokun kështu, kam lëkurën. Kemi aq shumë sa që nuk dim nga t'ja nisim. Prandaj është e mirë që gjithmonë të konsultosh dhe të trajtohesh tek mjeku, sepse para disa ditësh po studioja një rast të një mjeku që kishte pasur një paciente me goxha humbje të energjisë, shpërfytyrim, domethënë rënje në peshë, nuk njihej më si person. Kjo vajzë ishte vajzë e re, diku tek mosha 22 vjeç dhe kishte kaluar në ankth, depresion, kishte provuar çdo antidepresant, çdo anksiolitik, e shtruar për disa muaj dhe shkon në mendje këtij doktorit që t'i bëjnë një analizë vitamine D dhe vitamina B12. B kompleksi, por vitamina D dhe ajo e kishte 0 vitaminën D. E kishte domethënë nuk kishte fare. 3 muaj me anë të suplementeve, ndryshimin në stilin e jetesës, dilte për ecje 10 deri 15 minuta kur zgjohej që të merrte edhe me anë të diellit. Po si mund të shkoj deri në 0? Gja vitamina D thonë përthit edhe nga dielli. Ka njerëz që se kanë rritesë. Ka diçka që nuk shkon te trupi në Ka rregullator. deficienca të ndryshme. Domethënë që domethënë fakti se ne për shkak shqiptarët e kemi të ulët. Kjo vjen edhe nga paraardhësit tonë, domethënë që nga mungesat ushqimore, që nga fakti që kur ikën dielli që nuk arrin ta konvertoj, vjen edhe pra jo e trashëguar, por vjen një trashëgimi gjenetike, le të themi, domethënë. Nga stili i jetesës që ne bëjmë, nga ushqimet që ne marrim, sepse ka rënë dhe cilësia e ushqimeve sot. Ne mund të themi që ushqimi i shkëlqyshëm, domethënë shumë shëndetshëm, por cilësia e ushqimeve ka rënë, nuk arrim të marrim dot të tërë nutrientët. Si ka mundësi që Shqipëria është një vend i cili nuk ka mungesë vitamine D? Është kjo që po i thosha. Po, kam rast një miku tim, ai nis plazhin e prill dhe mbaron në tetor. Deli zi nga kjo periudhë. Si ka mundësi që ai ka... Nuk është avë, domethënë që aq vitaminë D sa i transformohet nga rrezet e diellit, le të themi, domethënë sa anatomia e nuk arrin ta përsisit të tërën, domethënë. Kështu që... Okej, mirë. Me këto pyetje që kemi ne për hallet tona nuk mbarojmë kurrë, Eleni. Për hallet tona dhe për shokët. E vërtetë është, po ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë që ishe, do dëgjojmë sërish për tema të tjera, sepse interesi është shumë i lartë, sidomos për këto gjërat që duken të thjeshta, por të kushtëzojnë mënyrën e jetesës. Dhe vërtet janë esenciale. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit gjithashtu. Ikem reklama dhe vim pas pak me ftorit e radhës.